Musliman me moral dhe sjellje të mirë pushton dhe dhjetra zemra me sjelljen e pra, edhe fytyra jote dhe gjestet e tua duhet të flasin islamqe. Vërtet turp që një musliman të përshtyn midis asfaltit dhe të kërdisë kalimtarët. Njëherë, ku një njeri kishte përshtyr pranë pejgamberit alayhis salam, e ky fundit ishte skuqur, turpëruar e gërditur. Ai njeriu e kuptoi dhe vrapoi e mbuloi përshtymen dhe u turpërua. Besimtari nuk duhet të mërzis e bestis xhamatlind dhe pa përvojë. Nuk duhet i paragjikoj ata, por duhet i thëras në islam në mënyrën siç Zoti na mësoi në Kur'an. Thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi, e këshill të mirë dhe polemizo me ata që atë në mënyrë që është më e mirë. Xhamati me eksperiencë duhet të sillet butë dhe ëmbël më të riun në islam, se besimtari nuk e nënçmon besimtarin. Lartësuari tha: besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin, urdhërojnë për të mirë, e pengojnë të ligë.